Të nderuar koleg, sot do të analizojmë një rast klinik të veçantë që na vë përballë sfidave diagnostike, etike dhe të këshillimit jo të vogla. Bëhet fjalë për një shtatzëni në javën e 17 dhe 2 ditë që paraqet një pamje të kufizimit të rritjes. Fillimi i hershëm, jashtëzakonisht i vënd. Të dhënat e para që do të na bien sy janë biometria. Pesha e vlerësuar e fetusit është vetëm 185 gram, shumë poshtë percentilit të tretë. Por të dhënat statike nuk mjaftojnë. Duhet të shohim edhe dinamikën. Në fakt, vërejmë një rënje të theksuar biometrike krahasuar me ekografinë e 3 mujorit të parë që zonja e ka kryer në një strukturë tjetër. Ky rrëshqitje progresive, pra fetusi që nuk ndjek kurbën e tij klasike biometrike, por bie drejt percentileve më të ulët, është treguesi i parë dhe më i rëndësishëm i një patologjie në zhvillim, qoftë ajo placentare, gjenetike apo infektive. Nëse analizojmë me kujdes perimetrin kranial, vërejmë se ai rezulton në këtë moment nën percentilin e tretë. Këtu, si pas mendimit tim, është e nevojshme një reflektim teknik mbi kriteret diagnostike të mikrocefalisë. Në thelb, diagnoza bazohet në biometrin, e cila konsiderohet e dyshimt nëse është nën percentilin e tretë, veçanërisht nëse është nën devijimin e dytë standard. Aq më tepër, përqindjet e mikrocefalisë të diagnostikuara më pas në lindjet e subjektet me një perimetër kranial ndërmjet percentilit të dytë dhe të tretë është rreth 1 në 8.000. Ky vëzhgim pra tregon vetëm një rrezik të lartë, jo një siguri. Literatura na tregon se siguria klinike zakonisht vendoset nën 3 devijime standarde. Dhe sidoqoftë, duhet të vëzhgohet morfologjia e kafkës dhe prania e anomalive të shoqëruara. Në rastin ton, në fakt, vërejmë një insulme për masa të vogla për moshën gestacionale dhe mungesën, pamja e qarjes pariet occipitale. Mërkues të tjerë që duhen kërkuar janë mungesa e pamjes së cavum septi pellucidi, agjenezia e trupit kalloz ose hidrocefalia borderline, të cilat në këtë rast nuk janë të pranishme. Sidoqoftë, në çdo rast për diagnozën përfundimtare të mikrocefalisë, është e nevojshme që të tregohemi veçanërisht të kujdesshëm, sidomos në këto javë, pasi dihet që encefalia përfundon zhvillimin e tij të plotë gjatë 3 mujorit të tretë. Pra, diagnoza e dyshuar mund të vendoset, por më pas duhet të konfirmohet në mënyrë thelbësore pas javës së 28, kur proceset e gjyrimit dhe operkulizimit janë më të avancuara. Për këtë arsye specifike, duhet bëjmë një dallim mjaft thelbësor midis formave sindromike jo të izoluara, si ajo që dyshojmë ne sot, duke parë me kujdes edhe praninë e një anomalie të rëndësishme renale, ku lozha renale e djathtë rezulton të jetë krejtësisht e zbrazët dhe për këtë arsye me praninë e një dyshimi për ektopi renale ose prene pelvik dhe pastaj format e izoluara, ku i vetmi shenjë klinike është një biometri dukshëm e reduktuar. Në format jo të izoluara, shenjat ekstracerebrale na lejojnë të parashikojmë dyshimin që në 3 muajorin e dytë. Në formate izoluara, ndërsa diagnoza bëhet në 3 muajin e tretë, pasi deficiti është thjesht evolutiv. Ndërkohë, gjatë kësaj videoje mund të vërehen qartësisht edhe parametrat e tjerë të mbetur biometrik fetale, siç janë ato të gjymtyrëve dhe ato specifike të barkut, të cilat rezultojnë të gjitha në vlera mjaft të ulta krahasuar me normalen. Si rrjedhoje drejt për drejt e kësaj, ato përputen plotësisht me këtë devijim specifik biometrik.
Faleminderit të gjithëve. Kalojmë tani te studimi Doppler, i cili është thelbësor për të kuptuar rezervën e këtij fetusi. Arteriet uterine tregojnë një PA mesatare mbi percentilin e 95 në të dy anët, me prezencë të një noqi protodiastolik. Ky është një të dhëna normale. Për këtë periudhë, zakonisht arteriet uterine patologjike çojnë në UGR të vonshme, një shfaqje kaq të hershme. Kjo gjë mund të sugjerojë një lloj defekti të mundshëm të placentacionit ose një problem infektiv, apo ndoshta një problem tjetër të natyrës gjenetike. Në ekzaminim, pastaj, një pikë kritike është mungesa e fluksit në diastol në arterien umbilikale. Këtu hyn në lojë edhe vlerësimi i arterjes cerebrale të mesme dhe i ductusit venoz. Në ekzaminim në fakt, do të kërkojmë fenomenin e brain sparing, pra arterien cerebrale të mesme që tregon një dilatim të gjerë dhe përjedhoj një ulje të PI-së. Dhe kështu që fetusi po drejton gjakun drejt trurit. Në ekzaminim, përveç kësaj, do të vëzhgojmë edhe një ductus venoz që fatmirësisht ende ka praninë e valës A dhe një fluksimetrik mjet. Në video mund të vërehet mungesa e një lozhe renale dhe përjedhoj prania e një dyshimi për rinë pelvik. Përballë këtij kuadri, hapi i parë është këshillimi gjenetik për test invaziv nëpërmjet amiocentezës, ku është i detyrueshëm RCGH për të identifikuar mikrodelecione ose duplikime. Më pas, duhet të kryen ekografi të përsëritura. Për të monitoruar devijimin biometrik dhe fluksimetritë fetale, eventualisht të planifikohet një rezonancë magnetike fetale pas javës së 28 për problematikat encefalike, në rast se zhvillimi i trurit nuk duket në përputhje me moshën gestacionale, dhe pastaj, gjithashtu e rëndësishme, mbrojtja e shëndetit të nënës, sepse të mos harrojmë që fluksimetritë janë të ndryshuara dhe prandaj faleminderit. Pacientja ka një rrezik më të lartë për preeklamsi të hershme dhe për të gjitha sindromat e lidhura me të. Në përmbledhje, ne lëvizim në një ekuilibër të brisht mes gjenetikës, hemodinamikës dhe neurozhvillimit. Nuk ekziston një ekografi e vetme që zgjidh gjithçka, por vetëm qasja multidisciplinare mes obstetritit, ekografistit dhe genetistit, e ndërmjetësuar nga faktori kohë. Dhe që përjedhoj do të na lejojë t'i ofrojmë çiftit përgjigjet që ata kërkojnë. Ju falenderoj për vëmendjen.